do durim, duhet mendoni për fatin e këtyre investimeve. Kjo nuk është diçka që po e them unë apo e themi ne që t'ju bëjmë juve propagandë, se në fund të ditës kush vjen për të bërë turizëm, kush vjen për të bërë pushime, kush futet në restorante, ka menduar vetë edhe nuk është ky qëllimi jonë. Qëllimi është që të lexojmë çfarë ju ka ndodhur tjerëve. Nuk është diçka që po e parashikojmë në hava. Ju ka ndodhur vendeve të tjera. Në momentin kur befas janë gjendur përpara rezultatit të hapjes dhe të transformimit në një destinacion të kërkuar, janë dehur edhe kanë vepruar si të dehur, duke ofruar shërbime të dobta dhe duke vendosur çmime të larta. Dhe si rezultat i fluksit që ju është gjendur përpara, kam pasur mendjen e ngushtë duke menduar që njerëzit 12 milione, 13 milione, 15 milione do t'i kenë aty. Dhe kanë filluar të investojnë, siç po bëni ju. Të investojnë për më shumë, po ndërkohë duke kërkuar të fitojnë shumë në atë moment. Çfarë ju ka ndodhur? I kanë mbetur në derë investimet se nuk kanë ardhur më njerëzit. Nëse Vlora do të marri njollën e vendit ku ti paguan më shumë se sa çfarë të ofrohet dhe ku ti paguan më shumë se sa ç'mund paguash duke shkuar në Greqi, duke shkuar në Turqi, duke shkuar në Kroaci, juve i keni bërë gropën vetes. Po flas për gropën e investimeve. Është kaq e thjeshtë. Pra duhet një strategji afat mesme të paktën se si juve do merrni një fitim të arsyeshëm dhe jo fitimin që realisht mund ta merrni në atë moment sepse ai mund t'ju kthehet në bumerang. Kaq e thjeshtë është kjo, juve e dini vetë, bëni si të doni sepse thash qeveria nuk vendos çmimet, po unë po flas me disa të vërteta si dikush që e dua këtë qytet. E dua këtë qytet sa që duan gjithë ata nga ju që nuk ndërtojnë pa leje dhe dua që çfarë kemi mbjell ta korrim dhe jo ta korrim në një stin, po ta korrim për gjenerata. Sot Lirua më prezantoi me Nipi. Okay? Kur Lirua hante shkëmbin me dhëm këtu, Nipi ishte fëmijë. Pastaj ka vajt atje ka bërë dhe dy palë shkollë, që e ka paguar ky, me çka ka fituar këtu. Nipi ka ardhur tani, bukur birë, ndihmon për menaxhimin, perfekt. Çështja është që vazhdimësia e këtij investimi të bërë me sakrificat jashtëzakonshme, kur s'besonte asnjëri ke turizmi në Vlorë, kërkon turist. Kërkon turist. Në këtë pikë shihni e bëni vetë, po unë mendoj që duhet strategji që t'i garantoni jetëgjatësinë gjithë këtyre investimeve që po bëni. Në Vlorë ne po kalojmë projekte të jashtëzakonshme. Pyetja është sa do jenë në gjendje ato projekte të sjellin njerëz edhe për të banuar dhe për të jetuar në Vlorë. Këtu ka filluar të blejë. Po Vlora ka të gjitha mundësitë të bëhet një vend si vendet, si ato qytetet në Portugali, në Spanjë, në Turqi, ku të vinë, të jetojnë, edhe plot të huaj. Është plotësisht e mundur. Shqipëria, në këtë kontekstin e madh evropian, me këto gjithë histori, me këtë gjithë të turbullira, është një vend ku jetohet me siguri, në kuptimin që dje isha në dërmi me disa miq, jo me Ivankën, kuptohet, se bën sigur vjen në Vlorë çdo 2 muaj, do vije çdo 2 muaj në Vlorë, por nuk jemi akoma në atë fazë.
dhe po më thoshin eksaktësisht këtë. Vinin nga Londra. Nuk e mendonim kur që ishin qenë në Tiranë disa ditë, vinin nga Londra, nuk e mendonim kur që mund të dilje në kryeqytetin e Shqipërisë natën edhe të ndjeje një siguri të plotë, sepse s'kishte asnjë ndjesi frike. Në Londër s'del dot. Natën. Fjalët e tyre, fjalët e mia. Tjetra që duhet të them është aty ku turizmi është zhvilluar dhe ka filluar si ne ose edhe pak më përpara se ne, më përpara sa që kemi qenë ne, japin para shtetet. Greqia jep para, do të i merr nga buxheti dhe ja u jep operatorëve. Ç'a po bëjmë ne? Ne po mbështesim sa mundemi me ince. Qa do me thënë kjo që nafta për jahtet është pa taks, nafta për makina dhe shpër taks. Po pa tjetër. Po pa diskutim fare. Pa diskutim fare. Sepse nga ato jahtet, ekonomia jonë fiton. Fiton. Ndërsa, nga ato makinat, me disi hynë ndotet. Dhe pa tjetër që këto janë dy gjëra që nuk mund të vijen në krahasim, se është si të krahasosh mollët me dardat. Kështu që na duhen më shumë marina. Po investojmë, kemi pas që po vazhdon të zhvillohet marina këtu në Vlorë, do jetë një tjetër motor i rëndësishëm i ekonomisë Vlorës, do sjellë shumë njerëz. Vetëm njerëzit që do vinë me jahtet që do rrinë këtu në dimër, do jenë 2.000-2.500 njerëz. 2.000-2.500 njerëz janë konsumator të këtij qyteti. Plus, për të mos folur pastaj për ata që do vinë për pushime e për të qëndruar këtu e për të konsumuar këtu. Marina e Durrësit po ecën, edhe ajo. Kemi një projekt shumë bukur në Shëngjin, por na duhen më shumë. Patjetër, na duhen më shumë pika ndalimi, na duhen më shumë pika përpunimi të anijeve, të varkave e kështu me radhë. Ndërkohë që lajmi i mirë, besoj nuk e dia e keni dëgjuar, se ju dëgjoni gjitha, po është që kemi lidhur një kontratë shumë të madhe me Fincantierin për kantierin e Pashalimanit dhe aty do të fillojmë prodhimin e anijeve ushtarake të dimensioneve të ndryshme dhe do të kemi një investim jashtëzakonisht të rëndësishëm të përbashkët mes nesh dhe italianëve dhe do të bëhemi edhe eksportues të anijeve ushtarake nga Shqipëria. Përveç se do plotësojmë dhe nevojat tona. Por dhe kjo ka një rëndësi të veçantë për faktin që përsëri do sjellë njerëz, përsëri do sjellë konsumator, do sjellë punësim, do sjellë të mirat që sjellë çdo investim i tillë.